Unë si qytetar i thjesht, po me përgjegjësi edhe mall edhe dëshirë për dhimbshëri për popullin tim, unë i rekomandoj këtij, ja kam treguar edhe më para këto gjëra, po ky nuk do të mësoj, sepse ky nuk ka pasur kurrë qëllim të shërbej popullit shqiptar. Se ky thotë jo di ky, nuk di po. Ky nuk di të dëgjojë të tjerët se shpendime kanë, edhe të thotë po, hajde ta bëjmë këtë punë, kaq mirë. Ky çdo gjë e thotë negative. Konkretisht. Po marr një shembull më konkret për të treguar që çfarë mund të merrte nga Michigani Shqipëria. Konkretisht ky kryeminist edhe ka bërë 3 vizita në Michigan. Kur kam shkuar për herë të parë në Michigan, një nga njerëzit e mi që kishte ai 25 vjet në Amerikë, në Michigan, më bën një pyetje kurioze. Tha, si të duket Amerika? Kishte kaluar disa muaj. Kur thoshte Amerika, bësh fjalë për Michiganin, se unë shtetet e tjera të Amerikës në atë kohë nuk i kisha parë. Unë thash në kohën tonë, na thoshin që e ardhmja e njerëzimit është komunizmi. Por me komunizëm nuk bësh fjalë as për që do bëhet për 100 vjet, mas edhe as për 1000 vjet. Se bësh fjalë për gjithë botën. Pra, nuk ishim në shpresë se do vinte komunizmi, as ta tentonim të. Bile as fliste njëri për këtë punë. I vetmi që ka dhënë një përkufizim se kush është komunizmi, se kush do ishte komunizmi, e ka dhënë vetëm Lenini në librin Ç'të bëjmë. Dhe ai ka thënë, komunizmi është, definicioni i komunizmit është ky. Është i pari shpirti praktik amerikan, plus pushteti i sovjetëve, demokracia që i thon sot, plus elektrifikimi i gjithë vendit baraz komunizëm. Unë i thash atyre njerëzve të mi, unë të trija këto thashun, unë po i shoh të realizuara konkretisht këtu në Michigan, në Amerikë. Prandaj për mua këtu është komunizëm, kapitalizëm, varet çfarë duash emri i tij. Ti sistemi. Unë thash nuk do doja që fëmijët e mi të jetonin më mirë se që jetojnë këtu. Mi po kjo nuk është thjesht kaq si retorik. Unë me këtë duhet të them këtyre që nxisin luftën e klasave akoma në Shqipëri, komunist, antikomunist. Se shembulli i Amerikës është një shembull komplet që neve këtu luftën midis njëri tjetrit ne po i bëjmë varrin vetes dhe kanë përfituar pushtetarët tanë. Merre përvojën e Amerikës dhe ke shtukur të gjithë këto lufta e klasave, luftë me njëri tjetrin. Sepse antikomunizmi është armik i varfërisë, i paparazisë shoqërore dhe pasurore, edhe ligjore, juridike. Nuk është armik i njeriu të pafajshëm. Prandaj kjo s'është kuptuar, nuk ka dashur të kuptohet nga qeveritarët tanë, nga sundimtarët tanë. Konkretisht e kam fjalën për Edi Ramën, që ky nuk ka dëgjuar kurrë mendimet e të tjerëve. Tani, kur flas për këto cilësi që mund të përfundonte shteti jonë, qeveritarët tanë, marrin një gjë të thjeshtë. Baza filozofike e marrëdhënieve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një fill të kuq që në botë njihet me sloganin shpirti praktik amerikan. Ky shpirti praktik amerikan jo vetëm që nuk është propaganduar në Shqipëri, pa as është përmendur si emër. Mi po kjo është baza e marrëdhënieve njerëzore, edhe shtetërore, administrative në Amerikë. Edhe fillon të edukohet që në çerdhe, në kopshe, në shkolla, në punë. Kushdo që ka shkuar në Amerikë për vizitor, që në kontaktet e para në aeroporte e kupton se atje njerëzit sillen me shumë kulturë, me shumë edukat, me shumë mirësjellje, por edhe shikon dhe rrugës, e shikon dhe në supermarkete, në njerëzit të thjeshtë. Pra ky është ai shpirti praktik amerikan, edukata, fillon edukata. Këtu s'ka edukat. Këtu njeriu më pa edukat në Shqipëri është Edi Rama, kryeministri i vendit, që ne e pam në fushat elektorale po dhe më parë, që përdor fjalor rrugashëror. U thot grave që burrat tuaj, gjysma burrave tuaj janë qyryk, pra budollënj. U thot atyre në burrel kur shkoni ju atje në Peshkopi, do shkoni që sa burra janë me bisht. Apo i thot vajzave në Lezhë që u thoni të dashurët tuaj nëse zvotojnë për PS-n,
s'kemi punë bashkë, pra të ndahen. Apo i thot, të tjerëve kush nuk voton për PS-n, janë qyryk, janë autik. Që janë këto shprehe? Lema atjete në sheshe Skënderbeu kur mbrodi ata punonjësit e basisht, çfarë nuk tha, një fjalor i turpshëm, skandaloz, i pamerituar për një rrugash të lagjes, jo më për një kryeministër. Edhe ky pretendon dua unë pushtet akoma thot. Si mund të marrë pushtet po një njerëz i tillë, i pa denjë për të komunikuar me shokut, jo më me një popull të tërë. Jam një shembull të thjeshtë. E pyeta nipin tim kur vajta për herë të parë. Qa ju kanë mësuar në Kopësh, këshillin e parë ato edukatorët? Të parën gjë, edhe them ta vër vesh ky Edi Rama. Këtë edhe të tjerët. Politikan si puna tia. Të parën gjë tha ai nipi, 3 vjeç e gjysmë ishte, na thonë, kur të komunikoni me njëri tjetrin, mos komunikoni me zot lart. E para kjo. E dyta, kur nuk ju pëlqen mendimi i shokut apo i shoqes tuaj, mos i thoni që ti s'merr vesh, ti nuk di gjë, e di unë më mirë, e tjerë të kësaj natyre, sepse e fyen atë. Po thuaj atia që edhe kështu mund të jetë, po unë kam mendimin se mund të jetë edhe kështu. Që ta vësh atë në mendime, që mos të kthej aty i ofenduar, të kundërshtoj, po dhe ti të marrësh edhe atë mendimin e tij, ta gjykosh dhe ti, që ai kur takohet me shokët e tjerë, apo dhe me prindit i thotë, ore, kështu ka thënë shoku, si është e vërteta? Pra, ky është komunikimi që duhet bërë. Po, kaq edukat që kanë marrë në Kopësh fëmijë të 3 vjeç e 4 vjeç, se ka ky kryeministri jon. Kështu që s'ka si ta përcjell kjo edhe në popull. Këto lloj edukate. Aq më tepër në këtë fushatë elektorale, që kjo ishte skandalozja, nuk kam çfarë them, nuk kam çfarë emër t'i vetë të njeriu. Zoti Dyshniku, si mendoni pse Kosova dhe çështjet tjera të shqiptarëve të rajonit Ballkanit që i shqetësojnë ata janë lënë jashtë kësaj fushate elektorale, qoftë nga Berisha, qoftë edhe nga Rama? Shiko, as Berisha, as Rama nuk kam punuar për Kosovën. Kam punuar kundër kosovarëve, kundër shtetit Kosovës. Pavarësisht prallave që thonë këta. Berisha furnizoi Miloševićin tanket me naftë, theu embargo ndërkombëtar edhe OKB-s, duke furnizuar Miloševićin me naftë, për të gjakosur kosovarët dhe bosnjakët. Edi Rama, në 4 kryeministrat e fundit, s'ka pas marrëdhënie me ata kryeministra. Bile atë Haradinën e ka quajtur gomar. Ky Mika Vučićin e ka deklaruar hapur. Dhe me Ballkanin e hapur, ky u tregua armik i Kosovës. Do në ta fuste në thes Kosovën. Po se hengri Albin Kurti. Bravo i qoftë.